Klori, mund të të quaj Tiranë si vjetër? Edhe mund të më quash, por unë nuk preferoj, sepse unë jam një çun Tirane, po jo që i përkas komunitetit Tiranës, por unë i përkas qytetit Tiranës, ku jemi të gjithë, nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Tirana ka me pritur nga të gjitha trevat dhe absolutisht unë nuk e veçoj veten time nga të gjitha ato djeme vajza që kanë ardhur edhe nga rrethet, kanë kontribuar për vitesh në Tiranë, kanë lindur Tiranë, pra unë jam pjesë e tyre dhe jam si ato. Një çun Tirane, mikpritës, bujar dhe pa diferencime ndaj kujdo që vjen në Tiranë, e thënë ndryshe. E perifrazova mirë? Patjetër, e perifrazova shumë mirë. Unë besoj që duke qenë në detyrën që ushtroj aktualisht si administrator njësie, gjithmonë ajo dera ime ka qenë e hapur për çdo kënd. Ka qenë e hapur edhe për atë që ka bindje të kundërta me mua, por ka qenë e hapur edhe për atë që nuk ka mundësi që trokas në dyert e zyrave tjera. Pra kam qenë një ulëdhëse ndërmjet të gjithë këtyre personave, gjithë këtyre institucioneve, dhe jam munduar që ta bëj me kënaqësi shumë të madhe, dhe ajo që ndjej më shumë kënaqësi është kur zgjidhin probleme dhe kur japin zgjidhje shumë problematikave të ndryshme që shqetësojnë banorët, jo vetëm zonës time, por edhe zonave tjera nëpër Tiranë.